Ka dalë një tave mrekullueshme, provojeni o gra, është një gatim tipik Tiranës. Dashur ndjekës, sot do bëj funguj të mush. Maroj stina e dimnit, jemi herë në pranverë e verë bashkë vinë. Kështu që fungulli është më i lirë në treg, fungullin do përdori, pak do ta bëj në mënyrën time tiranëse të shtëpisë time. Kam humur ynyrën, rreth 2 filxhon me vojë, se kjo është recetë që nuk e thith vojën, si puna patlıgjani. E lyj shumë pak me kryp, shumë pak, që të mori shije. Ju kam thonë që fungulli është belan, do dhe krypën dhe sheqerin për mendimin tim, po ato që kanë probleme me diabetin, mos i hudhin sheqer. Ashtu më i skuq pak. Aty ka lezetin fungulli i mush, kur je pak ndyrë, do dhe pak ndyrë që të mori shije. Gjithmonë fungulli do të fuq me zjarr të poshtë, pastaj kur filloj me zi, do e full temperaturat, bëhet adas. Do ta vërdisë një lloj të fungullit, ndërsa kjo do ngelet për pjesën e mbushjes. Tash e ulin temperaturën, marroj shpika. Për 1 kg fungull do përdor 2 qep. Lloj për tubi. Me merrem vetë me përgatitjen e ardhës. Do t'i vuti kokë aty. Edhe pak piper të zi. Piper i zi. Ashtu udhënishin që të zgjidhet përpunohet pak në tere. Në vend të mishit gri, përdora topat e mishit. Të originalja që është me mish të to. Ashtu mas mishit do t'i hedhi zemrat e fungullit, do të jenë të fundit. Edhe zgjidhej qik mishit, gjithmonë e procesit e kalon në tere. Ashtu i kaloj një bustin me sheqer, që të zbutet e fungulli dhe të marri shije argja, të recetë tiranëse, kush janë tiranësa më kuptojnë, të gjithë tiranëse fungullin e përdorin me sheqerta, edhe me kryp dhe me sheqer, por që njihet edhe ëmbëlsia në gojë dhe kjo është lezeti i kësaj recete, nuk do t'i vudha domote as saks, kjo nuk e përmban në recetë, përveç koperit. Ashtu që unë piks, e përtiti shumicën e langur, që kryon të i fungulli, do t'i fulli 1 filxhan me oriz, ose 2 lupje dhe oriz. E lejnë që të zi pak të zbutet orizin, që fungulli përthuj se është i përfundu. Ashtu këtu marri 1 tuf me koper. Tash i mbyll vatra, harxha përfundoi, e lej pak të tope, i marr dhe e full tufën me koper, që është dhe shia dhe lezeti, edhe pak piper të zi, për mbushje, e lej pak të ftofe, tash i marr dhe i mush gjitha, se to janë ftofë, edhe harxha nuk është shumë e nxehtë, me mdjek dure, i mush kështu, edhe i rendis të gjitha. Do i hudhem harxhën sipër, si marr dhe i shplaj pak, se do zi pak fungulli. Me hamenje jo shumë mujë, po me që ishe me i nërë, 2 kokra kryp, se fungulli e tërheq me i herë krypën,
avashi, do t'i vej të zihen avash. Faktikisht e kam furrën të nxehtë, se kam përgatit diçka për drek, edhe do ta fus në furrë të sobës. Kush dëshiron dhe edhe në vatër, me temperaturë tepër të ulët, sa të bëhet avash. Është pjezora nga furra dhe kungulli, është bërë shumë i mirë, ka dal një tave mrekullueshme, do ta lej pak të ftofet sigurisht që të mpikset pak kungulli dhe pastaj do e servir. Provojeni o gra, është një gatim tipik Tiranës dhe na bëft mirë dhe ne.